shkojmë tek supa. Gjalp. Sup me pazi, me spinaq, me çfarë të dëshironi ju. Lë pak sa gjalpin të tretet, Niki, të lutem jepet e pak vajin. Patjetër. Ja ta lë këtu fare që mos kemi. Sup me gjethe jeshile. Kemi tani për të përgatitur. Pa dyshim dhe të kjo supa. Dojtë kremoze kjo supa, apo? Po, dojtë kremoze. Asa me të shtojmë pak krem djathi arla dhe do t'i japim ato teksturën e duhur. Sepse nuk do gatuaj shumë që të kem të gjithë masën. Ja. E largoj. E lë vajnë paksa mbyrën të bashkon me njëra tjetrën dhe direkt shtoj mielin. Po duhet spinaqi, ndyra gjalp vaj, miell, një përzierje e mirë derisa pjesa e sipërme të jetë e mbushur gjithë bulza. Më duhet spinaqi, gjithë spinaqi ose pazie, prandaj dhe kam gjetur dy receta që ne të kemi mundësi. Më duhet djathi. Çfarë djathi? Ja me kena të alën që ka të kështu të përzira bashkë. Bëhet kremoze dhe konsumohet direkt. Kam qëndrueshtim për të zhbërë këtë masë e për ta bërë të lëngësht. Të hapur këtë djathi? Sa kemi të hapur? Shtoj masën e spinaqit. Do t'i shtoj pak koper, sepse i shkon. Kripën e kam pak kujdes. Specën e kuq. Pakos fare me kujdes. Ndërkohë, kur ti hap këto paketimet, që janë paketime të vogla, 100-200 gramshe, ndoshta edhe më shumë sa është rasti konkret, që i kemi të gjitha llojet, pra të arlës, paketime të tilla për gatime 1 ose 2, varet se çfarë ju përgatisni, këtë radhë morëm cheddar dhe mozzarella, vëreni komplet freskinë e këtij djathi. Duket sikur është grirë në çast. Ku jemi këtu? Shqipen një përzierje mozzarellës me djathin cheddar, ndjen atë aromën e freskët, teksturën gjithashtu, dhe ja teksa Albana përgatit pjesën tjetër. Të zbuten pak gjethet. Shtoj mas djathi. Dihet që në supë nuk ka nevojë që spinaqi të ziej. Pra ka gatime dhe gatime. Shtoj pakës djath. Te kremi djathit, kur e shtoj, duhet ta largoj direkt. Opa! Mori shumë flak, shumë vlim. I ul nxehtësinë, sepse nxehtësia është më e lartë këtu. Dhe tek spinaqi, kjo quhet supë e kthjellët, që shu e bardhë me të kremin edhe. Supa e kthjellët është kur duket ujë. Okej. Supa e kthjellët është kur duket ujë. Shumë bërës të tjerë. Shiko, shtoj masë direkt, masën e ujit. Më jep Niki alën me bimë aromatike, që unë mos i shtoj asgjë tjetër. Meqense kemi spinaqin, i shkon goxha koperi. Shtoj koperin këtu. Faktikisht unë e harrova, them të drejtën, sepse do t'i shtoja hidërsha. Po e harrova kur nisa në mëngjes. Kujt? Recelit. Recelit? Po, e harrova. Është ajo bima që mbidhet që mban atë aromën, mban një aromë shumë. Paka shumë si vanilje. Dhe kur shtojmë atë nuk kemi nevojë, kur e shtojmë në glikon e shalqirit, ajo është.
Prandaj thash kemi pak kujdes. Harrova një sekret. Shpejta kjo. Unë për shembull tek receli shtoj një mas të vogël gjelatine. Një mas shumë të vogël, gjysmën e fletës së gjelatinës. E trash pak atë lëngun? Po, jep shkëlqimin. Atë shkëlqimin e duhur. Shiko, si është ngjyra dhe në moment kërkon edhe të vloj, të zjej, avash. Unë e kam ullur gradacionin fare, dhe ajo gelatina do ta mbaj në një mas shumë të duhur. Kam shtuar limonin që mos të ngri, pra që ne mos kemi një recel që një gliko që të mbysi dhe të kërkon, në rastin tim të pish një litër ujë për shembull, për mua është mirë, por është edhe dëm, sepse fara të speci djegës japi një shije shumë të mirë dhe quhen ato salsa që janë agrodolce, të ëmbla dhe të kripura që shërbejnë shumë mirë për mishin e pjekur, për mishin e derit dhe për mishin e qingjit. Janë shumë të duhur. Një përzierje të mirë dhe unë të dyja këto i kam në rregull. Po, janë gati për një sekond, me pak atë me arlën me erza. Me erza. Kam që parë, po. Me qënë se dhe kemi të hapur. E largoj. Një aromë komplekse erzash. Teksa e largoj edhe. Edhe me bazën e hudhrës gjithashtu. Dhe përveç se është dhe me erza dhe me hudhër, është dhe lakto-free për personat të cilët mund të jenë intolerant ndaj laktozës, ka menduar Arla, edhe lakto-free me një shije natyrale pa përzierje erzash, po ashtu lakto-free me përzierje të ndryshme të erzave dhe aromave fantastike që japin gatimit apo kudo që ju e përdorni, një shije speciale. Kushtojmë kremin e qumshit. Kremin e qumshit, e mund, ajde Albana. Kremin e djathit. Kremin e djathit. Normalisht nuk e vendosim më në proces termik. E keni parë që ju prihet qumshi? Ashtu do bëhet edhe kremi i djathit. E lë, e trazoj avash, dhe kam këtë rezultat. Unë nxehtësitë se nuk më duhen, tek sa ko kam. Po kjo supa mund të qëndroj edhe kështu, jo krem, si që është. Ja, kështu e lëm kështu, këtë këtu. Mirë, ne përfundojmë këtu këtë episod gatimi, shihemi nesër me Albanën, nuk na përshëndet dot është për momentin e zënë. Imagjino do të më këndoj një këngë tani, këndoj këngën e Birbilin. Mirë, Mirika, unë miropafshim, shihemi pas pak, pas fleshit informativ. Këno i fushave. Ju pres pas pak me Altin Jokën.